Përmes blerjes së votës, Ilir Meta po kërkon të pyej dhe poshtëroj shkodranët të cilët nuk do e lejoj një gjë të tillë. Kështu shpreh deputetja e Shkodrës Jozefina Topalli në një intervistë për Star Plus. Një reagim i qytetar të Shkodrës dhe të shkodranëve për të mos pranuar thyrjen dhe pushtrimin që Ilir Meta kërkon t'i bëjnë përmes blerjes së votës, ashtu siç në fakt e ka bërë edhe 2 vite përpara. Kjo ka qenë një ndër objektivat e mia në parlament kryesisht, për të bërë betejën aty përballë Ilir Mec, është fyrse, është pushtruese, për shkak të varfërisë të shtuar edhe më shumë këto kohë të fundit, ato të besojnë se do gjejnë një dobësi të qenia njerëzore për ta blerë. Shkodranët nuk do lejojnë që të fyhen dhe të pushtrohen nga një njerëz si Ilir Meta. Kandidatja së Majdës në Shkodër, sipas ish kryeparlamentares Topalli, është figura e Ilir Metës, duke mos përfaqësuar PS. Lidhur me deputetin Dom Doshi, Topalli nuk ka asnjë koment. Në betejën parlamentare nuk kam ataku kur në gru, por për një gjë jam e sigurt. Kandidatja përballë Voltana Ademit është fytyra e Ilir Metës në Shkodër dhe shkodranët do ta refuzojnë. Po për Dom Doshi, çfarë mendoni që Nuk kam asnjë koment. Sigurisht që ato dredhinat Ilir Meci janë aq vulgare dhe banale sa refuzoj t'i kthej përgjigje. Parlamenti dhe administrata janë të kriminalizuara, thot Topalli. Vendimin e gjykatës së lartë për dekriminalizimin, deputetja e Shkodrës e quan një legalizim të krimit. Jetojmë një moment kur parlamenti dhe administrata më lartë e shtetit është kriminalizuar, ku s'ka ndodhur ndonjëherë në 25 vite që edhe ambasadorët e huaj të dalin pothuaj çdo ditë dhe t'i kërkojnë 2 gjëra: mos shitni votën, mos tentoni të bleni votën e të varfërve, dhe e dyta është rëndësinë e dekriminalizimit. Ajo që erdhi si marrëveshje pas një bojkotimi 6 mujarësh, sot për sot është tërësisht e bllokuar. Jo vetëm sepse në zgjedhjet lokale ka disa me rekorde kriminale, por së treti vendimi i gjykatës së lartë është legalizimi i kriminalizimit në parlament. E përkthyer në mënyrë shumë të thjeshtë, ne vendosim në parlament dhe ju nuk mund të guxoni kur të thoni se në parlament ka të inkriminuar. Shqipëria rrezikon greminën, shpreh deputetja Topalli, ndaj kërkon votën për Partinë Demokratike. Ndërthurja e mafjes, me blerjen e votës, me rritjen e varfërisë dhe thëdhimin e mjerimit ekstrem, bën që vendi jonë të rrugulliset, rrezikon të rrugulliset drejt një gremine që do ishte fatale në këtë periudhë. Ky është një moment i rëndësishëm. Doja të shpresoja shumë që vota 21 qershorit ishte si një parallon për një reflektim më të thellë për të fituar kriminalizimin, për të luftuar varfërinë dhe me gjitha korrupsionin. Deputetja Topalli u shpreh se mbështet plotësisht kandidatin e PD Voltana Ademi dhe është e bindur se shkodranët do të japin votën Partisë Demokratike.